preokupimi kryesor në vendin tonë, nga se numri atyre që presin punë është më i madh, mund të themi, në rajon. Në këtë drejtim vazhdimisht po bëhen përpjekje që numri i atyre që presin për punë të zvoglohet. Por natyrisht kjo mund të arrihet përmes ekonomive të vogla, bizneseve të vogla, të cilat tashmë mund të themi në një numër të madh kanë filluar të themelohen, duke përfshirë sektor të ndryshëm. E një ndër sektoret që po gjeneron vende pune, mund të themi tashmë që është edhe mjedra, që një numër i madh i fermerëve kanë filluar të merren me këtë veprimtari. Natyrisht për këtë do të diskutojmë në studio me mysafirët e ftuar. Kemi zonjën Zarie Malsiu, kultivuese e mjedrës nga komuna e Kaçanikut. Mirë se erdhe zonja Malsiu. Kemi Sami Uken, kryetari i shoqatës së kultivuesve të mjedrës. Mirë se erdhe zoti Uka. Kemi zotin Bejtush Gashi, drejtuesi i pikës grumbulluese të mjedrës Eurofruti. Mirë se erdhe zoti Gashi. Kemi edhe Isuf Cikaqin nga Ministria e Bujqësisë, mirë se erdhet zoti Cikaqi. Kemi ekonomistin Nazmi Zeqiri, mirë se erdhet zoti Zeqiri. Ndërsa në kuadër të emisionit Startup, natyrisht ne sjellim edhe reportazhin e përgatitur nga tereni. Kësaj radhe do të sjellim një reportazh të realizuar me zonjen Aferdita Murati nga fshati Llapashtice, komunës së Podujeves, e cila që 2 vjet ka filluar të merret me kultivimin e mjedrës. Natyrisht detajet rreth punës që bën zonja Murati ne do t'u sjellim pas bisedes me mysafirët e ftuar në studio. Kështu biseden do ta nisim me kultivuesen e mjedrës, natyrisht me zonjen Zarie, e cila është këtu në studion ton. Dhe zonja Zarie, mund të na thoni ju si kultivuese e mjedrës, si ju lindi ideja të merreni me këtë veprimtari? Po, thon drejtën, duhet edhe me përshëndet këtu patjetër organizatën e grave, gratë për gra, edhe në veçanti burrin tem që më ka leju për shembull me marrë këtë iniciativë e me dalë me pa me hecë edhe s'm ka pengu gjithkund. E përshëndes shumë familjen time, se është krahi jem në çdo kund. Na lindi ideja me programin e grave, gratë për gra, që është për t'i falenderuar shumë ato se kena një drejtoresh shumë të mirë, shumë të afërt, që ka vepru në këtë komunat, në këtë vendet, ku ka ardhur dhe në viset rurale me program të sajnë, ajo është zonja Iliriana Gashi, e cila edhe stafin e saj e ka të mrekullueshëm. Mirë, në këtë aspekt u ka ndihmu jashtëmase shoqata na ka ndihmu shoqata gratë për edhe në kuadër të trajnimeve, po trajnimeve të ndryshme, nga mbjellja, kultivimi i mjedrës dhe procedurat tutje, si po ju rrjedh puna juve? Prej fillimit e mbarim si bëhet kultivimi i mjedrës, shortimi e gjitha për mjedrën që na i kanë kry ato projektet, kanë qenë projektet e tyne që kanë ardhur me program edhe na kanë mësu, na kanë aftësu. E zgjodhet vetë ju këtë pjesë që të merreni me mjedrën? Nuk e zgjodhëm vetë, se për herë të parë mjedra ka filluar në Kaçanik me grupin e grave, prej organizatës grave që kanë prunë fidone, aty kanë përfitu më se 80 gra, kanë përfitu me mjedër 40, fasulje 30, edhe 10 me drell stegër, edhe suksesi ka qenë mjaft i mirë. Ju sa keni të mbjellur me mjedër në komunën e Kaçanikut? Unë kam në komunën e Kaçanikut vetëm gratë për herë të parë që kanë mbjell për afërsisht 2 hektarë, se ka 5 ari kena pas në gratë, po bjen aty 2 hektarë. Po tash kanë fillu kultivimin edhe ma shumë gra, edhe po dojnë hala ma shumë e mbjell, shkakur që peshojnë që është fitim prurse. Edhe thonë drejtën, të na ka qenë një vend shumë i varfër, edhe gratë kanë qenë pak ma të mbyllura, kjo ja ka vlejtë shumë për neve. Shumë është një ndimes e madhe e grave, se tash është viti 2 i mjedrës që kemi mbjell, gratë janë da shumë të kënaqura, kanë shit plus fidone, se viti parë nuk ka japë prodhime, tash viti 2 shumë mirë janë da të kënaqura, besoj që në vitin e 3 edhe ma shumë me 5 ari mjedër. Thonë drejtën, kjo është një punë shumë e mirë, një punë shumë e madhe për gra, se ato gra kanë qenë në shtëpjake, mas shumëti, se na krejt gra shtëpjake, edhe ato peshët tash që po janë shumë të kënaqura, po interesohen çdo ditë e ma tepër për punë, po majmë lidhjet të ndryshme, aktivitetet të ndryshme, vetëm që të punojmë. Janë gra shumë punëtore, janë gra shumë të zojat, kanë qef çdo punë
me fillu me nderë, që thojnë mirë me punë. Po, Zoti Uka, si kryetari i shoqatës e kultivuesve të mjetrës, mund të dim, ose ju mund të na jepni një informacion, ndonjë shifër sa ka kultivues të mjetrës në Kosovë? Keni ndonjë shifër rreth kësaj? Po, me u përgjigj direkt në pyetjen e juaj, USAID tash ka filluar me bërë regjistrimin e pronave, parcelave të mbjellura me mjedër, edhe ende nuk ka përfunduar si proces, po sipas gjitha kalkulimeve janë rreth 1000 hektar në territorin e Kosovës. 1000 hektar. Po që është një numër i madh, po për zona thuhet që më shumë është komuna Podujevës, ajo që ka më shumë fermerë që hektar janë në Podujev, në komunën e Podujevës dhe pjesa tjetër në territorin e Kosovës. Kjo është një arritur bukur e madhe, sepse kur kihet parasysh që veç vitin e 2013 përkatësisht 2014 është fillu ma seriozisht më marrë me kulturën e mjedrës, edhe për 2 vite është një arritur shumë e madhe dhe na jemi shumë të kënaqur me këtë. Vite më parë kjo kulturë nuk është punuar në mas madhe në vendin tonë, ndoshta ka pas familje të caktuara të cilët janë marrë me kultivimin e mjedrës. Aktualisht nga gjithë ky numër i fermerëve që merren me kultivimin e mjedrës, mund të dim cilat janë vështirësitë që ata ballafaqohen me to. Po natyrisht është një kulturë që kërkon përkushtim të madh, kërkon që të punohet me kujdes të madh, edhe me punë të madhe. I ka sfidat e veta, ne kemi pas si vjet shumë sfida, sepse vitet e para normalisht ka pas pak sipërfaqe, edhe prodhimtari ka qenë e vogël, nuk kemi pas probleme të cilat më vonë shihen, janë shumë aspekte. Një ndër to është kujdesi e sigurimi fidanave cilësore, që është jashtëzakonisht i rëndësishëm për çdo fermer i cili fillon me marrë me kulturën e mjedrës, pastaj që edhe zonja trajnimet edhe aftësimi, sepse vitin 2014, kur ne kemi plasu prodhimet e para me mjedër, qytetarët tonë as që e kanë ditë, as që e kanë po më herët si mjedër, që kanë ditë çfarë fruti është, si duket ai, çfarë shije ka, e lere më me kultivu. Tash falë organizata ndryshme, posaçërisht USAID-it, edhe që përmend zonja, edhe shoqatat të tjera të grave, edhe Caritasit Zvicran dhe shumë shoqata të tjera, janë trajnuar bukur mos shumë fermerë, cilët tash kanë njohuri bazike, por rritja madhe e numrit të fermerëve, intensiteti i madh i rritjes nuk ka mujtë më përcjellë me trajnime adekuate, pra edhe trajnimet adekuate, aftësitë bazike në kultivimin e mjedrës janë ndër sfidat e mëdha. Pastaj si vjet, për shkak se ky numër është ekstrem, nuk e kemi prit asnjë që është kaq, edhe rendimentet kanë qenë të jashtëzakonshme këtë verë. Kemi pas edhe sfida në gjithë grumbullimit apo plasimit të prodhimeve tona në pikat grumbulluese, edhe pikat grumbulluese nuk kanë qenë as të përgatitura, edhe ata se kanë pritur të gjithë kemi qenë befasuar, edhe na kemi pas që na duhet me rishërtu edhe një herë me pas se këto sfida, këto probleme që kemi pas këtë vit, më përdorur si një mësim që vitet e ardhshme të përgatitemi më mirë dhe ti kalojmë aty. Po. Zoti Bejtush, ju si pikë grumbulluese, sa jeni të përgatitur ndoshta për numrin e madh të fermerëve që merren me kultivimin e mjedrës, për të bashkëpunuar me ta dhe të merrni ndoshta me ato procedurat me shumicë për përpunimin e tyre apo shpërndarjen në tregjet e tjera? Ne si pikë grumbulluese, kompania Refruti është duke marrë trashëgimi familjare me 30 vite me grumbullimin e frutave. Së pari kemi qenë në grumbullimin e këpullës, në vitet e fundit kemi kaluar dhe në grumbullimin e frutave tegra. Ne kemi qenë të përgatitur me kushte maksimale për grumbullimin e frutave tegra, për arsye se aty është një sasi e limituar. Mund të them lehshëm që Kosova mund të ketë dikon rreth 1000 ton fruta tegra. Ne për atë kemi qenë shumë përgatitur. Ndërsa vitet e fundit me shtimin e kulturës të re dhe të mjedrës, deri vitin e kaluar e kemi përcjell në mënyrë më të bukur, më të mirën që ekziston. Ndërsa këtë vit është një rritje e paparashikuar, mund të them. Janë shtu sasitë me hektar dukshëm, është shtu prodhimtaria, edhe kapacitetet tona na që kemi aty, mund të them që kanë qenë minimale për kapacitetet për hyrje ditore çfarë kemi pasur. Ne kemi pas rast kur kompani tjera kanë filluar të bëjnë grumbullimin, na veç stokun që kemi pas dikon rreth 200 ton. Pse kemi filluar një pit parë me bë grumbullimin, kemi filluar në zonën e Brezovicës, në zonën e Zhupës, ku atje bëhet kultura e mjedrës edhe bëhet varieteti miker. Ndërsa pjesë
tjera, pjesë të ulta, si pjesa podijevës, frizajt, gollakut, pjesë tjera, janë duke kultivu ma tepër varietetin e polkës. Kur ka fillu këtu, prodhimtaria e polkës, na veç kemi qenë Belgjit të ngarku me një sasi të varietetit miker. Kur filloj ky prodhim këtu të vjen masë madhe, atëherë na veç u fillu mu bloku, nuk ishme vend ku me ngri produktin, nuk mrishme me ngri, nuk mrishme me rujtën, edhe mës me ardhë deri te ndërprerja e grumbullimit, mës me ardhë deri te zhgënimi i fermerëve se kanë qenë me një vullnet shumë të madh për një prodhimtari shumë të mirë. Ne jemi obligu me marrë frigorifer në qera, për arsye mës me zhgënjy fermerët vetëm me pranuar produkt. Po, sigurisht që do të flasim minuta në vazhdim edhe për bashkëpunimin dhe naturisht për gjithë shqetësimin e fermerëve lidhur me pikat grumbulluese që kanë pas, sidomos në këtë sezon dhe çmimi që është përdorur gjatë kësaj periudhe, lëvizshmëria e çmimit. Zoti Cikaçi, nga Ministria e Bujqësisë, sa ministria ka pas mundësi të ndihmojë fermerët e cilët merren me kultivimin e mjetrës? Ministria e Bujqësisë përkar në përgjithësi sektorin e bujqësisë në mënyrë direkte përmes programit në mbështetës saj, që ky program mbështetës është i ndërtuar për 2 shtyllave, shtyllës pagesave direkte ose subvencione si njihet në gjuhën popullore më shumë dhe programit të granteve ose programit të zhvillimit rural. Edhe në këto 2 programe mbështese që vlera totale këtë vit është 46 milion euro e të 2 programeve për mbështetjet e sektorit bujqësisë, sektori i hortikulturës në përgjithësi ose ka vend meritor ose prioritar në raport me sektorët të tjerë. E tash brenda sektorit të hortikulturës, sektori i pemtarisë gjithashtu dallohet për përkrahje, e pastaj brenda sektorit të pemtarisë dallohen edhe në sektorë të tjerë, siç janë në sektorët e pemëve të imta. Mbështetja e në sektorëve ose pemëve të imta ka filluar nga viti 2012, domthonë me insistimin pozitiv të parëve me interes në këtë rast edhe të fermerëve, duke pa interesimin e tyre për të kultivuar këtë kulturë, disa parcelave që ishin ngritur nëpër rajonet e ndryshme të Republikës së Kosovës nga forcat vetanake të fermerëve ose mbështetjen nga investitorë të ndryshëm ose projekte të ndryshme, pastaj edhe Ministria e Bujqësisë në programin e vet e futi mbështetjen e sektorit të pemëve të imta në radhë të parë me dres, pastaj edhe me boronis, manafer, po edhe me mjedër, silvikulturë, e cila vrehej se ka interesim për të kultivuar nga fermerët. Këtë vit Ministria e Bujqësisë për sektorin e pemëve të imta, ose më mirë për sektorin e pemëve, tek programi i granteve ka të ndara 5 milion euro, ku këto 5 milion euro janë 2 milion e 500 euro janë të ndara vetëm për sektorin e pemëve të imta, në këtë rast bën pjesë edhe kultura e mjetrës, përmes masës 101, që është investimet fizike, investimet në asetet fizike të ekonomive bujqësore. Në këtë rast, çka nënkuptojnë? Nënkuptojnë domosdoshmë kjo përmes kësaj mase përkrahen fermerët për ngritjen e sipërfaqeve të reja, pra qëllimi është që të bëhet zgjerimi i sipërfaqeve. Në mënyrë direkte përmes granteve, përmes kësaj mase Ministria e Bujqësisë e mbështet sektorin për të zgjeruar sipërfaqe të reja. Mirë po, mbështetja e kësaj kulture bëhet edhe përmes masës 103, që janë investimet në asetet fizike të përpunimit dhe tregtimi i produkteve bujqësore, që nënkupton përpunimin, ku Ministria e Bujqësisë për këtë nën masë ka ndarë 5 milion euro dhe nga përmes kësaj nën mase mbështeten sektorët për përpunim me fjala i mishit, qumshtit, verat dhe i pemëve dhe perimeve. Ku për pemëve dhe perime janë të ndara 1 milion e 600 euro nga 5 milion euro, ku pikat grumbulluese, fermerët të ndryshme, kompanitë të ndryshme, të cilat shprehin interesim që të ndërtojnë ose ngrisin pika grumbulluese edhe rujtëse, atëherë kanë mund të aplikojnë tek kjo masë për të qenë përfitus me qëllim të grumbullimit dhe rujtjes së frutave të pemëve manore, në këtë rast edhe tek mjetet. Po ashtu, ky sektor ose nën sektor, në këtë rast po flasim për mjetet, përfiton edhe përmes programit të pagesave direkte, që vlera e programit të pagesave direkte në total është 23 milion euro, e pra subvencioneve, ku mbështeten 21 nën sektor, po në kuadër të 21 nën sektorëve mbështetet edhe sektori i pemtarisë, në kuadër të sektorit të pemtarisë edhe kultura e mjetes që përfiton përmes pagesave direkte me 400 euro për hektar për atë fermer i cili ka të ngritura plantacione me mjedër dhe me kultura tjera pemtare, por në këtë rast edhe me mjedër. Por në total, nëse e mbledhëm tërë buxhetin për këtë vit, që është nëpërmes të cilit mund të përfiton
sektori i mjedrës është 5.100.000 euro në total edhe me grantë edhe me subvencione. Po, Zote Zeqiri, ju si ekonomist mund të na thoni investimin e kulturën e mjedrës nga ana e fermerëve mund të karakterizohet me kthim të shpejtë të investimeve? Për të zgjeru kapacitetit që nuk kupton kjo është një masë e mirë për kthimin e investimeve dhe kjo duhet përkrahet edhe me tutje, sidomos kur kemi parasysh se rreth 60% e popullsisë në Kosovë jeton në zonat rurale dhe është një industrie cila kryesisht aktivitetin e zhvillon në këto zona. Kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme duke marrë parasysh edhe bilancin negativ tregtar që gëzon Kosova në raport me vende tjera. Pra, ne kemi një shkëmbim tregtar rreth 3 miliard, për cilave 2.7 janë import dhe pjesa tjetër është eksport dhe mjedra mund të jetë një prej aktiviteteve që mund të përmirësoj zvoglimin e importeve dhe rritjen e eksporteve që është edhe një prej qëllimeve kryesore të Ministrisë dhe qeverisë. Është për admirim fakti se kjo kulturë është edhe një histori e suksesit në mesin e historive tjera të sukseseve. Një impakt mirë ka pas edhe dëshira e Ministrisë, qeverisë për me promovu si kulturë normalisht në rrethonat dhe kushteve atmosferike dhe terrenit që ofron Kosova. U tha më herët se kjo kulturë ka terren jashtëzakonisht të mirë dhe mund zhvillohet në pjesën tonë, por çka është më rëndësi është pjesa e granteve në startup. Për arsye se qysh këtë vit ne kena vrejt ta themi një tejkalim të ofertës në raport me kërkesën për mjedra në tregun vendor dhe kjo ka qenë edhe një problem edhe në pikat grumbulluese, edhe në plasim, edhe në mirëmbajtje që në vetëm ngërthen kosto edhe për kultivuesin, edhe për grumbulluesin e kështu me radhë. Pra ndoshta faza tjetër 1.000 hektar normalisht nuk janë të mjaftueshëm, duhet shtohet ky rendiment, po megjithatë ne duhet patjetër të kalojmë në fazën tjetër të përpunimit. Për arsye se vlera e shtuar dhe kthimi i investimeve dhe fitimit mund bëhet edhe më atraktiv në fazën tjetër. Për arsye se për momentin shumica është ushqit si produkt primar, kur e dim se produkte sekondare, terciare nga mjedra dhe produkte ngjashme mund të ketë qindra të tjera dhe kjo është ndoshta ajo që faza tjetër e granteve duhet shkojë në startupe, jo në bizneset ekzistuese, po bizneset i bie në treg të ri. Për arsye se me rritjen e kapaciteteve mjedrës, prodhimit në vend, eksporti thuajse është zero. Unë nuk kam shumë informata, po më sa di nuk ka import të mjedrave në Kosovë për arsye se ne konkurrojmë edhe me kualitet, po edhe me çmim. Për arsye se ne dim kosto e fuqisë punëtore në Kosovë është e ulët. Bile mund të ketë edhe interesim ndoshta të ardhmë e kompanive të huaja që ta kultivojmë këtë rendiment në territorin e Kosovës. Po, profesor, në aspektin e ekonomive familjare dhe me gjenerimin e vendeve të reja të punës, mendoni që kjo kulturë që ka filluar me të madhe, sidomos 2-3 vitet e fundit të mbjellet në Kosovë, mendoni që do të ndihmoj shumë në këtë aspekt? Gjithsesi, për arsye se baza e zhvillimit ekonomik në Kosovë është sektori privat. Ose thënë ndryshe, ndërmarrjet e mikro, vogla, eventualisht të mesme, për arsye se ne jemi me një periudhë tranzicionit dhe ende nuk kemi arritur të absorbojnë ata gjigantë mëdha ekonomik që vinë dhe bëjmë mrekulli në ekonominë e Kosovës. Ne jemi mjaft varur nga ndërmarrjet e të vogla dhe të mesme dhe këto ndërmarrje që për momentin janë startup mund të ndihmojnë jashtëzakonisht zhvillimit ekonomik të Kosovës, po mund të ndihmojnë edhe në zbutjen e papunësisë, e veçanërisht në uljen e varfërisë pjesa subvencione, kurse pjesa granteve menohet më tepër se krijon vende të reja të punës. Kjo është më së vërtetë se do ndikoj pozitivisht në bilancin tregtar, zhvillimin e vendeve të reja të punës, kthimin e optimizmit në zonat rurale, për arsye se ne kemi pa historie të suksesit mjaft edhe në televizione, edhe në media të shkruar dhe elektronike, kur një fermer kthehet nga Anglia, nga Gjermania dhe thotë unë jetoj më mirë me 2 hektarë ose 3 hektarë dreza në Kosovë se sa
një jetë që e kisha në përëndim. Dhe kjo është një storje e optimizmit për të tjerë për të marrë me bujqësi, e sidomos kur dihet se krijimi i vendit punës në bujqësi është më i lehtë se çdo industri tjetër. Gjithashtu edhe shkarkon barrën ekonomike që shteti duhet t'i ofrojë personave në moshë të re, kur i dim që ne në Kosovë kemi rreth 60% të popullatës që i përket moshës deri në 25-35 vjet. Dhe kjo është një formë e mirë për të marrë me këtë veprimtari. Dhe them drejtën, në dëgjoj për çdo ditë raste njerëz të moshave të reja kanë marrë këtë iniciativë, kanë huazu, kanë blerë parcela toksore dhe thotë vitin e ardhshëm do të kultivoj këtë produkt ose atë produkt. Dhe në vend që të kërkoj një punë për profesionin, ai veç e ka gjetë vetveten në një treg i cili është, themi, shumë i gjerë dhe me perspektivë. Po, Zoti Samiu, përveç që është edhe drejtuesi shoqatës së kultivuesve të mjetrës, natyrisht ju personalisht jeni edhe fermer dhe më herët më tha që keni rreth 2 hektar tokë që keni të mbjellura me mjetër. Kur flasim në aspektin e punësimit të qytetarëve për të punuar me këtë kulturë, mund të dim sa ju keni mundësi të punësoni, por natyrisht edhe nga interesimi vetë qytetarëve për të punuar në këtë sektor. Po, ashtu është, unë kam 2 hektar e gjysmë me mjedër dhe në gjysmë hektari me manafer, edhe unë pajtojmë shumë me konstatimet të profesorit lidhur me ato përparësit, mirat, benefitet që ka kultura e mjedrës. Ne kemi thënë edhe më herët që janë rreth 1000 hektar në tërë territorin e Kosovës që i bie që për çdo hektar rreth 5 të punësuar është e domosdoshme, minimumi 5 punëtor me qenë, që i bie për 2 vite sa është zhvillu kjo kulturë, ne kemi arritë punësojmë rreth 5.000, janë punësuar rreth 5.000 njerëz në këtë sektor. Është një biznes jashtëzakonshëm. Po them për shumë aspekte, edhe sidomos për aspektet familjare, si biznes familjar, njihet biznes familjar, është karakteristik, është shumë i suksesshëm si biznes familjar. Është shumë i suksesshëm në parcelat vogla, familjare, varësisht për numrit të anëtarëve të familjes. Është një biznes që si përmend zonja i punson familjet e tëra, punson gratë, fëmijët, mund me dhënë kontributin e vetë. Jashtëzakonshëm është shumë e lehtë me punu me vjell mjedra, edhe besoni ose jo edhe një fëmijë që është 10 vjeçar, 12 vjeçar mund me dhënë një kontribut sa një i rritur, sepse nuk është punë e vështirë. Prandaj ka shumë benefite, ka shumë përparësi. Unë pajtohem plotësisht me ato që tha profesori, rreth 6% vitin e kaluar më shtrejt eksporti si rezultati i mjedrës e fruta o manur, që është rezultati i mirë, jashtëzakonshëm. Ka shumë indikatorë që tregojnë që Kosova ka kushte klimatike, thamë edhe më herët, kualiteti i saj është pranuar edhe ndërkombëtarisht. Jo po në lidhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit u përmend nga përfaqësuesi i qeverisë japoneze që Kosova është e njohur si një vend që prodhon mjedrën me kualitetin më të lartë, jo me rendimentet. Unë nuk mund më pajtu me ato që na duhet me pasi një problem numrin e madh të hektarëve që nuk është, as rendimentin e madh, sepse na presim si vjet me pas rreth 4000 deri në 5000 ton, që në vendet rajon të cilat janë njohura me kulturën e mjedrës, një kompani siç është Eurofruti ka kapacitetet për punimin 4000-5000 ton, veç një kompani. Po na pajtona plotësisht që na bashkëpunim edhe kemi premtime. Po e them këtu tamam publikisht që Ministria na ka premtuar që na kemi me ul bashkarisht edhe me pas se cilat janë hapat, edhe neve që me përgatisë shoqat. Ti them sinqerisht ne kemi bë atë aksion plan që quhet se çka do të duhet ndërmarr bashkarisht me ministrinë në kuptimin e ndryshimeve të mëdha në programin zhvillimor të Ministrisë Bujqësisë për sektorin e mjedrës dhe pemëve manore. Ne nuk flasim për tjerat, se nuk i dim, po për këtë kemi informacionet bollshme që tregon nevojën e ndryshimit të madh të mënyrës së dhënies së granteve dhe subvencioneve, veç që kemi propozuar ministrisë se çka na mendojmë, po na jemi të gatshëm këtu me ofruar edhe në mënyrë detajuara edhe me sqaruar me fakte, të cilat nuk kërkojnë rritjen e buxhetit ministrisë për këtë sektor, po kërkojnë vetëm ndryshimet të cilat e rritin efektivitetin e shfrytëzimit të tyre mjeteve. Pra nëse janë 2 miliona, 3 miliona sa janë, mund më racionalizu ndryshe, të cilat kanë me pas efekte drejt për drejta, edhe në kuptimin e menaxhimit të procesit të grumbullimit dhe të përpunimit, sepse ajo që kemi pas si vjet është që ne kemi pas një fyt të ngushtë
në sektorin e grumbullimit, kur kapacitetet e ngrirjes edhe të përpunimit kanë qenë të vogla në krahasim me rendimentet. Pra çka na duhet merrit? Ose na duhet merrit kapacitetet e pikave grumbulluese, ose që është propozimi jonë që ne jemi shumë mitharë të asaj, me krijuar një pavarësi, sepse mund të flasim edhe për probleme tjera, të cilat ka pas rreth çmimeve, rreth. Sigurisht do të bisedojmë, mirë, po edhe zyrtari i Ministrisë Bujqësisë ka një mendim rreth asaj që përmendet, po, zoti Cikaçi? Se është një fat i mirë që programi mbështetës që e potencova në fillim përgatitet për çdo vit. Nuk është afatgjat, por është përgatitet për çdo vit. Dhe çdo herë në fund të vitit formohen grupet punuese të cilat e përgatitin programin mbështetës për vitin 2017 tash, dhe në këto grupe punuese neve normalisht që i ftojmë edhe palët me interes. Përfaqësues të shoqatave të ndryshme, të sektorëve të ndryshme, jo vetëm sektorit të mjedrës, po edhe sektorëve të tjerë, dhe ata i paraqesin kërkesat, nevojat, komentat rreth programit të vitit që po e lënë. Normalisht marrim dhe analizojmë edhe çështjet e tjera, duke bazuar në analizat sektoriale që e kemi, pranin programin për bujqësi dhe zhvillim rural që e kemi, dhe ato që janë të mundshme dhe që vrejnë ose që dalin në pas se janë të nevojshme për të ndryshuar çdo herë thënë pozitivisht, qoftë kritere, qoftë dokumentacioni i nevojshëm, ose orientimi i destinimit të mjeteve nga kjo formë mbështetjes. Në formën tjetër, neve i marrim konsiderat sepse fundi fundit, ky program mbështetjes bëhet drejt për drejt për fermerët, jo për Ministrinë e Bujqësisë. Dhe neve jemi të interesuar që të shkojë në vendin e duhur edhe të ndikojë në mënyrën më të mirë, pozitive që ai sektor të zhvillohet. Megjithatë, çdo sektor i ri i cili fillon më zhvillu, i ka sfidat e veta në fillim, mirë po me një politik unifikuese të përbashkët të gjithë palëve me interes, besoj që shkojnë duke përmirësuar dhe jam shumë optimist që në vitet e tjera këto probleme që janë tash nuk do të paraqiten, sepse në këtë rast është bërë paraqitja e problemit të mos zhvillimi i një trajqëm i sipërfaqeve të mbjellura dhe kapaciteteve grumbulluese. Zakonisht me pas sukses, këto duhet të shkojnë te secili sektor në mënyrë të barabartë të zhvillohen. Që të zhvillohen të dy sektoret njëjtë. Vetëm profesori, po urdhëro profesor. Ndërlidhen për arsye se para vetën e kemi edhe procese të mëdha integruese dhe jemi pjesë e një tregu global dhe këtu patjetër duhet të theksojmë rolin që ka CEFTA dhe tash marrëveshja për stabilizim asociim. Ju e dini që në vitin 2006 Kosova ka nënshkruar CEFTA-n. Dhe fatkeqësisht në atë kohë Kosova nuk e kishte edhe mundësinë të negociojë ndonjë listë të produkteve të cilat mbrohen. Për atë kohë ndoshta ka qenë një gabim i madh, po na po e shohim që kur ke produkt kualitativ dhe ke prodhim të cilën e dojnë të tjerët, edhe nëse nuk është i mbrojtur, ai mund të gjejë tregun e jashtëm. Këtë ka bërë mjedra. E njëjta themi histori ekonomike mund përcillen edhe me marrëveshjen për stabilizim asociim që veç tash është nënshkruar. Si çfarë ndikimi do të ketë në bujqësinë përgjithësi, ndoshta në veçanti për mjedrën. Do të ketë fonde të mëdha për bujqësinë dhe shumë kultura. Për arsye se ne duhet jemi realisht, Kosova ka një buxhet 1.6 miliardë, i cili ndoshta në një vend tjetër përëndim si Kosova, aq do të ishte buxheti për bujqësi. Nuk është i mjaftueshëm grantet dhe subvencionet që tani japim, për arsye se kjo është krahas mundësive buxhetore që ka Kosova. Po megjithatë, ndryshimet e fundit fiskale që ndodhen dhe që hynën në fuqi me 1 shtator 2015, megjithatë do të kenë ndikimin në përpunimin e kësaj kulture në procese më të tjeshme. Për arsye se ju e dini makineria dhe shumë inpute që ndërlidhen me procesim janë liruar nga dogana dhe ngarkesa tjera tatimore dhe kjo realisht do ndikoj në rritjen e më të tjeshme të prodhimit të kësaj kulture. Tjetër, ndoshta jo si kritik, po ndoshta si autokritik vetë sistemit si funksionon në subvencionim dhe grante në Kosovë, duke krahasuar me vendet perëndimore, është ne subvencionojmë inputet në vend të outputeve. Kjo është një filozofi ekonomike që në të ardhmen duhet të ndruaj. Pra ne subvencionojmë hapësira fikse, 1 hektar, ne subvencionojmë
diçka në fillim dhe pastaj monitorimi, kontrolli, çka tutje mbetet në mëshirën e farmerit dhe jo të tjera. Përderisa vendet perëndimore ta marrim Anglinë ku edhe kam përvojën subvencionohen outputet. Çka nuk kupton, subvencionohet sasia, kilogram të grurit, kilogram të mjedrës, që nuk kupton kjo logjike e subvencionimit është më e mirë për arsye se vendos në subvencionim elementi motivim. Bujqit, fermerët pra janë më të motivuar të prodhojnë më shumë për arsye se në fund do të marrin varësisht nga rezultati dhe produktiviteti. Kuptohet me masat administrative, burokracinë që e kemi, ndoshta në Kosovë mund të jetë e vështirë, për arsye se kërkon më tepër administrat, kërkon njerëz teren, e kështu me radhë. Numër më të madh kontorëve. Herët avone duhet të fillojmë. Unë lexoja disa statistika të fundit në Angli, qumshti në Angli nuk çmimi i qumshtit nuk rritet, po çmimi i ujit rritet. Për arsye se kosti i prodhimit të ujit rritet për shkak të taksave ndryshme ambientale, TVSH-s e këtyre, kurse njëjta taksa ndoshta aplikohen në qumsht, po fermeri merr subvencionet në output. Kurse sasia e qumshtit në Angli e prodhuar po rritet, që nuk kupton subvencione merr më tepër dhe ai lirisht mund ta plasoj në treg më lirë. Kjo mund ndodhë edhe në Kosovë me cilën do kulturë, qumsht, mjedër, cilën do kulturë. Pra, herët avoni do të detyrohemi të ndrojmë filozofinë e subvencionimit nga inputet në outputet. Nëse më lejohet, është bashkë ajo që ne po kërkojmë si shoqat, sepse mjedra në krahasim me të gjitha prodhimet tjera, edhe kultura tjera, është shumë lehtë e ekzekutueshme ajo që tha profesori që na me ngul po kërkojmë, që grandet më ndryshu forma e granteve dhe forma subvencioneve. Na kena kërkuar fuqishëm për ministrisë dhe shpresojmë që ka na zgjuar ministria, na kanë premtuar që kanë me marrë mosa, me shqyrtu, me analizu edhe kemi plot argumente. Sa dush argumente që mundet mundru subvencionimi jo për hektar që është 400 euro, që është një shumë e konsiderueshme natyrisht, por që është destimuluese. Njerëzit i mbojnë hektarët, vetëm i morë 400 euro, ndërsa ka fermer që me 50 hektari jep rendimente 2 herë më shumë se ai që ka 2 hektar. Pra na po kërkojmë me ndru me prodhimin direkt. Edhe kjo është shumë lehtë ekzekutueshme sepse 97-8% shkon pikat e grumbullimit edhe statistikat e dhonat janë aty. Edhe te Po sigurisht që Ministria e Bujqësisë edhe monitoron pastaj grantet e ata që i shpërndan tek fermerët, ndoshta e përcjell kohë pas kohe gjithë zhvillimin e punës që kanë bërë. A zoti Cikaçi? Grantet është faza e përcjelljes së funksionimit ose të atij granti deri në 5 vite përmbrapa, se sa po funksionon. Ndërsa të subvencionohet, sepse subvencionet jepen për atë vit edhe nërë megjithatë do me potencu. Ka drejt profesori, ka drejt edhe profesori, që format e mbështetjes, sidomos të subvencioni, bën në forma të ndryshme në shtete të ndryshme. Edhe vendet e BE-s kanë ndru disa forma. Tash aktualisht, shumica e vendeve të BE-s japin japin për njësi, për sipërfaqe, pa ata e quajnë skemat e pagesave direkte të çiftzuara, për mos me ngarku shumë emisionin. Japin një vlerë fikse për sipërfaqe, po e zojmë 300 euro për hektar të kultivuar, plus i ashton dhe vlerën 150 euro, po e zojmë prapë marrë si shembull për kulturën përkatëse. Këto thirren skemat e çiftzuara. Sa i përket dhënies së subvencionit, sidomos subvencione ose pagesa direkte për rendiment që me një aspekt nën kupton motivimin e fermerëve për të prodhuar më shumë, edhe në raport me ata që e kultivojnë ose e mirëmbajnë më dobët sipërfaqen, nuk është shumë lehtë të implementuar shumë në terren, e tha profesori, don shumë më tepër logjistik, don shumë më tepër infrastrukturë tjetër, marrësisht për sektorëve, por nuk duhet të çuar vetëm nga një sektori i mjedis, ne po flasim për krejt. Në një gjë të tillë bëjmë për çumshtin. Është për shfrytëzim rasti po e them, sepse na e mbështesim çumshtin sipas kategorive të cilësisë. Domethënë neve që kemi filluar në drejtim, nuk themi që kemi në pikën 0. Do të shqyrtojmë mundësinë edhe gjithsesi. Mirë po. Nuk mund pa thonë këto. Prapë se prapë, nuk është qëllimi vetëm edhe rendimenti. Është qëllimi tjetër edhe cilësia, sepse nëse ne bëjmë subvencionimin e një kulture për rendiment, atër fermeri do të përdorë të gjitha mjetet e mundshme për të rritur rendimentin, po të cilat duhet kontrolluar me shumë rigorozitet, sepse ato pastaj mund të ndikojnë në prishjen e cilësisë. Përdorimi tepërt i plerave, i gjërave të tjera, mund të ndikojnë në prishjen e cilësisë.
Edhe këtu duhet të pasur kujdes, sepse gjithsesi jam për me ndryshu formën varësisht të cilat kultura. Të mjeda monitorohet më lehtë, për arsye se e tëra shkon në piket grumbulluese edhe pjesa më e madhe shkon për eksport. E kemi më lehtë ta monitorojmë, shumë e vërtetë. Nëse ka mundësi. Shumë shkurt. Okej, lutem. Grandet zakonisht, cilat kanë qenë dy problemet kryesore të cilat kemi pas në asnjë vjet si mjetër, ka qenë çështja e grumbullimit sa edhe plasimit në pikat grumbulluese. Nëse fermerëve ndryshohet forma e grandit që është rreth 15.000 euro kosti e ndërtimit e ngritjes në hektari me mjedër që e pranon ministria, ne po kërkojmë që çatu kosto me e ndryshu në formë që ministria përkrafi danet cilësore që është kusht i shumë i rëndësishëm, i jashtëzakonshëm, dhe e dyta mi kriju këtyre parcelave mi kriju edhe depot për ruajtjen e prodhimeve tyne. Për shembull, një asof depoje me 10 ton, që kushton rreth 70.000 euro, është kostoja, edhe 70.000 euro që kushton kostoja reale për me ngrit një hektar pa përfshi ato elementet që ministria ka, prapë ruan njëjtin nivel të financimit, po që krijon siguri fermerëve. Edhe me rujt kualitetin, sepse shikoni, fermerët nuk janë detyruar ditën që i vjel me çumi pi grumbulluese. Aty ka mundësi me rujt deri të bëhen 10 tona. Kualiteti i tyre në ruhet, ai nuk është i nënshtruar presionit me shita ditë edhe me çfarë dëshmime që pikat grumbulluese i ofrojnë, sepse nuk ka asnjë alternativë tjetër. Po kur flasim natyrisht edhe për mbulimin e tregut ton vendor dhe shitjen, ku zakonisht ju arrini të shisni këtë kulturë të mjetrës? Me thonë drejtën, ajo që shesim tregun kosovar është e papërfillshme. Ajo është më shumë një çështje e promovimit të kësaj kulture, sepse tregjet tona as 3% besoj që në total nuk shiten tregun kosovar. Krejt shkon për eksport. Prandaj këtu na duhet me pas parasysh që na nuk po kërkojmë për ministrisë me shtu pare. Na kemi të lumtur që tha profesori me rrit buxhetin është natyralisht që duhet. Po atë buxhet që ka ministria, veç të ulmi të bisedojmë, ne kemi shumë argumente. Besoni që kemi shumë fakte, cilat dëshmojnë që ministria duhet me ndru në sektorin e prodhimeve manore mënyrën e granteve dhe të subvencionimit. Edhe ka mundësi. Një çështje tjetër që ka ngritur fermerët, më fal profesor, sigurisht pak minuta është do ta jap fjalën. Një çështje tjetër që ka ngritur fermerët ka qenë këtë periudhë edhe çështja e çmimit të mjetrës. Cila ka qenë arsyeja themi të një mos bashkëpunimi apo detyrueshëm bashkëpunimit mes pikave grumbulluese dhe fermerëve në kuadër të shpërndarjes së mjetrës? Është folë që ka pas lëvizshmëri të madhe, ju bejtosh si drejtuesi pikës grumbulluese mund të na i thoni arsyet, pastaj edhe vetë prodhuesit nga këndi i tyre mund të na i thojnë arsyet e tyre se çfarë ka ndodhur konkretisht. Shiqote, kur bëjmë krahasimin e çmimeve me vitin e kaluar, është e vërtetë që ka pas një lëvizje të çmimeve. Po viti i kaluar ka qenë një mungesë e vendeve të mëdha ku kanë pas prodhim të vazhdueshëm. Ta marrim shembull Polonin, vitin e kaluar e ka përcjell një thatësi e cila ka pas prodhim më të vogël. Edhe tregu evropian është dashur me plotësu kërkesat, do të shngrit kërkesa dhe çmimet kanë qenë më të larta. Përndryshe, varieteti Polka, unë sa e di, kam përcjell edhe regionin Bosnën, Serbinë, vende tjera ku kanë prodhime, çmim stabil i Polkës është real, të marrë për një çmimi për njëherë 20 centve deri njëherë 50 cent. Viti i kaluar ka qenë ekstrem, ka qenë një vit që është pas kërkesë, edhe për atë arsye ka qenë një çmim më i lartë. Përderisa varieteti Meker nuk ka pas asnjë lëvizje me çmimin e vitit kaluar. Na asnjë kilogram nuk e kemi grumbulluar në 1.8 dhe 1.9 të varietetit Meker. Tash jam të bisedu me shoqatën Agroret Gold, e cila shumë është organizuar në grumbullimin, edhe dikon mbi 90% të mjedrës e kanë të varietetit Meker. Ata kanë sa dikon 60 apo 70 ton mjedër në gjendje, cilën e kanë të ngrirë, edhe jem duke e lëbu çmimin mbi 2 euro për me blejat mjedër për tyne tash. Po patjetër. Ajo që po përmend Bitushi është që po e argumenton ato që na po themi. Këtë vit është vërtet ato që përmendni faktet për shkak të lëvizjes së çmimit në tregun edhe rajonal. Por ka dhe elementet plot që na kemi si fermerë dhe shoqati, kemi evidentuar dhe na i mojnë amen ato thënë që shumë pika grumbulluese e kanë shfrytzuar problemin, sfidën tonë rreth grumbullimit dhe kapacitetit të grumbulluese. Nëse një pikë është mbyll, s'ka mujt me marrë, ato të tjerat e kanë pasur një mundësi për me abuzu me çmimin edhe
po, se çmimi 1.3 është mbrenda konditave normale, statistikave po ka pas edhe asi që kam refuzu, bile para 2 nete po më thojnë disa fermer të regionit po dive, po sasërisht që tash këtë ditë është kriju prap, ajo është aktualizu kjo kriza e grumbullimit, shumë pika grumbulluese nuk po marrin ose po abuzojnë, po tham shumë seriozisht, po abuzojnë me fermerët, tu ju bo presion shumë madh me ul çmimin. Për shembull, unë po më thot një fermer mua vjen keq kur para meje atë fermerin pika grumbulluese X thot ofendon, ja shtyn arkat me koma nenaj. Edhe thot, "Çuçi, ndash milion për 80 cent lej, mos dash, kjo është një çështje e jutja." Pra, unë po them, na jemi pa përgatitur, na nuk kemi pas kapacitete për përpunim tyne, edhe meta është, na nuk i kemi zbulu këtë sen që po flasë, po shumë vendën rajon që është zhvilluar, Serbia, për shembull, s'kemi nevojë me shku më tutje, fermerët kanë, secili fermer që ka 1 hektar, mjedër e ka dhe një depo për rujtjen e tyre, dhe ai nuk jo nështrohet presionit e as varësisë nga pikat e pandërgjegjshme, po flasë. Se kemi edhe asi pika që janë pandërgjegjshme, grumbulluese, po flasë, edhe që kanë shfrytzuar situatën edhe kanë ulë çmimin edhe në €1.30. Ato e din cilat janë, na e dim si fermer. Prandaj ajo që kërkojmë për ministrisë, ekziston mundësia shumë thjesht. Ministria me intervenu këtë rast që fermerëve potencial, ne kemi bënë një propozim për shembull, që ministria shumë net e ka tash pikat grumbulluese me apo cilë fermer kanë dërgu, kanë shit mbi 10 ton brenda vitit 2016, edhe kjo listë nuk mund me konë 100 fermer që bojnë rreth 1000 ton. Këtyne fermerëve ju ofru drejt për drejt grant pa ato kriteret e stërngarkume që janë tepër të stërngarkume, më thonë, bine dëshmin që ke dërgu 10 tona pika grumbulluese, bine dëshmin që ti ka pagu pika grumbulluese si faktimi asoj, dhe na jemi gatshëm me të ofru bashkëfinancim në ndërtimin e një depo dhëtoshe, që kushton rreth 10.000 euro, 15.000 euro, që 7.000 raport, ose 60, 40, ose 50. Fermerët janë gatshëm edhe 50 me... Ju pikrisht për këtë çështje keni pas një takim edhe me ministrin, si shoqat natyrisht edhe fermerët. Po, ne kemi pas disa takime ku vetë funi me ministrin, posaçërisht kur paraqit problemi i grumbullimit. Pikrisht për çështjen e grumbullimit të çmimit. Publikisht ministrinë edhe ministrin që është angazhu për me zhbloku, edhe e fola ati angazhimi, kemi pas një zhblokim për koshën procesit, po që prap kemi pengesa, dhe këtu që kemi po diskutojmë tani, ne kemi diskutu në qatë takim, që ka qenë 2 orë, edhe pika grumbulluese, edhe nasë që shoqat, edhe ministri ka ndëgju këtu, na ka premtu, për thëmë publikisht që duhet me mojtë premtimin, me na thirë që të përmenë edhe i sufi, kur e bojnë programe për vitin 2017, edhe unë shpresoj shumë që kanë më qenë të arsyeshme këtu që na po kërkojmë edhe kanë me qenë jashtëzakonisht efektive në vitin e ardhshëm, në mënyrë që na i sigurojmë pavarësi fermerëve, ju sigurojmë mundësi me rujt prodhimet e veta në mënyrë kualitative dhe e heqim rrezikun e fytit ngushtë, sepse keni parasysh kur 1.000 ton për shembull, nëse marrim 100 fermer me pas ka 10 ton depo, ata nuk kanë nevojë që brenda ditës me i dërgu me njëherë prodhimit e tyre në pika grumbulluese dhe ai fyti ngushtë që është paraqit është më lehtë i evitueshëm. Po, zonja Zarie, gratë e komunës së Kaçanikut, ku arrin të shesin prodhimin e mjedrës? Prodhimin e mjedrës më vjen shumë keq edhe ndihem shumë keq pasi që edhe unë jam pikë grumbulluese edhe nuk kom arrit të grumbulloj, se shumë shtire Gjithë prodhimi që ka qenë, sigurisht. Prodhimi ka qenë shumë i mirë, edhe ka pas prodhim të madh, prodhim të mirë, cilësor, se është edhe veni aty shumë i mirë që bëhen edhe vetë prej natyrës krejt këto frutat e molit. Problemi ka qenë tek frigoriferat që s'kom pas mundësimi marë unë, se biznes fillestar dihet që çdo fillim si një fëmijë që rritet, dal nga dal, edhe unë ashtu jam. Problemi ka qenë që unë nuk ku mujtë mi marë, edhe kanë fillu tash s'ku mujtë. Tjerat shka ku mujtë, falenderoj Ministrinë e Bujqësisë një maqin tharë se kum pas. Edhe prej këtënë shumë njerëz i kum punësu që shumë gra kanë prunë bim mjekuse e konë, dhe unë i kam dërgu në agroprodukt, ku shumë mirë kemi pas me të marrëdhëniet mira të punës me agroproduktin. Aty gratë janë nda shumë të kënaqshme. A te mjedra, kur djenë që flitet për mjedrën, kemi pas ngecje të madhe shkaku që unë si pikë grumbulluese më e afërta aty, janë detyru për shembull jam i çu vetëm pika tjera grumbulluese, jam me ardhur dorë mas dore, e çtash dorë mas dore po fitojnë secili, fermeri po jetë ma keq në Kosovë. Bejtosh, po ju, çfarë bëni si pikë grumbulluese me gjithë grumbullimin e atyre mjedrave? I shpërndani, përpunoni apo?
Unë desha të lidhem Po, me bisedën e Samijut, se me të përfundu, ky i kritikoj disa pika grumbulluese. Tash është e vërtet që disa pika grumbulluese ndashta janë edhe të pandërgjegjshme në atë formën, pse kanë punu me rezerva, pikërisht po du mu kyç të ditë e fundit, kur ka qenë treshura, ka pas mot me shi, edhe të mjedra, kur ka treshura, neve na sjell shumë hallet ma për me grumbulluar të mjedrë. Në qoftë se është e lagur, ajo bëhet blok, nuk je mundësi, kurse si me bë kokër atë produkt, për atë arsye ka pas edhe të lashet mëdha. Mirë po, ne kemi zgjidhur një modul me fermerët tanë, me cilët kemi bashkëpunim dhe kemi kontrata për grumbullim, kemi bën një marrëveshje që ai produkti i lagur i cili ka ardhur, ma mirë të marrë ashta me një çmim për një herë, ajo ka qenë një ditë ose dy, se sa të fudhet. Edhe e kanë pa gjithë që është e vlefshme, e kemi marrë atë produkt, e kemi peshu të veçantë, pse ne kemi format ndryshme cilat edhe bojmë eksportin e tyne. Ne jemi të punu me kompaninë Rauf të Austrisë, që 5 vite kemi marrëdhënie shumë mira me ta, edhe dje kemi pas bisedime me ta, që po shpresojmë mbrana javës kena me fillu edhe eksportin e mjedrës, e cila është e kategorisë me adopt, e cila ka më blu edhe ka më shku për shtrydhjet langjeve. Po, vazhdani po. Pas kësaj, tash veç me njerësh ka shfillu mu rregullu kvaliteti i mjedrës, nuk është më ajo çfarë ka qenë. Ne atë produkt e grumbullojmë, e ngrim, pas ngrirjes, shkon në kalibrimin, tash jemi duke përgatitur një kontratën e kemi një kompani franceze, jemi duke përgatitur 200 ton të varitetit mikel, që është çmimi është mjaft i mirë edhe i eksportit, po është edhe shumë i mirë ka qenë çmimi i grumbullimit. Të gjithë fermerët që kanë pas mikel janë të kënaqur, asnjë s'kan pas ankesa për atë arsye se ka qenë çmimi i mirë edhe produkti ka qenë i mirë, nuk ka pas asnjë lëvizje çmimit. Atë produkt na jemi duke kalibruar në 3 klasë, do të jemi të nda me mallësi të veçanta 15 deri në 16, 18 mm, edhe 18 deri në 22 mm, edhe jetë da atë ngrizin i cili shkon për shtrydhjet e langjeve. Po. Profesor? Unë dua të ndërlidhem nga perspektiva ekonomike e kësaj pasigurisë së fermerit për plasimin e produktit përfundimtar. Është një brengë e madhe për fermerin, në qoftë se gjatë tërë vitit prodhon diçka dhe në fund nuk e di nëse do ta ketë sigurt plasimin ose jo, ose nëse do të ketë vullnet mirë pika grumbulluese ta pranoj ose jo me një çmim të caktuar. Këtë aspekt patjetër duhet të shikohet mundësia e kooperimit mes atyre që kanë kapitalin dhe atyre që kanë dijen. Pra, këtë rast farmeri ka dijen dhe ka diturin, pra, është dikush që ka kapitalin dhe që mund të investoj në elementet përpunimit, grumbullimit dhe që të garantojnë në rastet caktuar dhe çmimin e caktuar, në kushtet caktuara, për arsye se kjo caktimi çmimit në ekonominë e tregut është paksa i vështirë për arsye se varet nga shumë rrethana, ofertë, kërkesë, tregu global e kështu me radhë. Po prapë insistimi mbetet se Kosova patjetër duhet të insistojë ministria, qeveria dhe institucionet përkatëse që ky produkt mos mbetet vetëm si produkt primar. Të vazhdojë me përpunim në produkte që dalin nga ky produkt. Për arsye se me këtë mënyrë ne heqim edhe varësi gjithsesi të eksportojmë dhe në kohë caktuar. Nëse në tregun global çmimi është i pavoleshëm, fermeri me dijen e vetë vendos që ta përpunoj tutje, ta konservoj, ta ruaj për fazat më të tjeshme në mënyrë që të marrë vlerën e shtuar në momentin e caktuar. Njëjtë ndodh edhe me kultura të tjera, me grurin për shembull tash kemi një çmim me sa dëgjoj është jashtëzakonisht i ulët, po ne e dimë që me kalimin e kohës nëse kanë vende ku grumbullohet, ndoshta ata do të marrin 20% më shumë. 8 muaj më shumë, për shembull, gruri, të pemë arrore mund të ruhet me vite, për shembull pemë pastaj farore mund të ruhen me muaj caktuar, ndërsa të pemë të himta janë shumë delikate dhe po se nuk shkojnë drejt për drejt. Ne
në rrugje, në kushte adekuate, ose në përpunim, pastaj aja prishet. Prandaj, për këtë po e them, gjitha këto iniciativa për mbjelljen e mjedrës realisht janë start-upe, për arsye se për herë parë po bën diçka. Po kjo nuk nënkupton se këto duhet mbesin start-upe, për arsye se fjala start-up është një element tranzitor për me ardhë drejt një kompani më e madhe. Një kompani më e madhe tash kemë dy mundësi: ta rris kapacitetin fix tokës mbjellje më tepër, ose përpunosh tutje. Dhe do të vijë një moment kur ne do themi, mendojmë se hapësira e mbjelljes është e mjaftueshme, po ne duhet të vazhdojmë tutje me përpunim të kësaj kulture. Dhe këtu pastaj vjen në shprehje një çështje pak më holistike, e më morë me problemin, për arsye se zotëriu fjalë përmendin se kemë probleme edhe të menaxhimit, trajnimit, të edukimit, rujtjes, të ndërbajtjes. Pra fillon edhe nga sistemi arsimor, nga shkolla fillore, mesme dhe arsimi universitar. Dhe pra këtu na nevojitet një bashkëpunim më i madh i akademisë me botën biznesore. Pra mi po nevojat e bizneseve në mënyrë që ky kapital të investohet në mënyrën e duhur. Na e dim që Kosovë fatkeqësisht jetojnë në Ballkan, nuk ekziston ajo kultura e bashkimit kapitalit. Zakonisht në botën perëndimore, një firmë startup kur fillon më rrit, ata kërkojnë projekt partner për mu bashku, mu rrit tutje, kurse zakonisht në kulturën ballkanase nuk po du me veçu vetëm Kosovë. Ky është momenti ku ndahen. Pra arsye kur e shohin fitimin dy partner, tre fillojnë munda. Dhe kjo duhet jetë të instalohet si kulturë që startupit metet vetëm si fazë tranzitore me mundësi zgjerimi. Dhe kjo mund vije në një mënyrë nëse kombinojmë dijen dhe kapitalin. Po. Zoti Uka, do ta përmbyllim nëse keni diçka shumë shkurt? Dashna me hekët brengë që Kosova mund më orë pyetje që me pas tepër sipërfaqe. Por na me mbjell krejt Kosovën, na nuk kemi një rrezikuesi kërkesës ofertës të nivelin. Po ajo që përmend edhe Bejtushevi, profesor, konfirmon ato që po them unë, që na duhet me punu. Bejta përmendi është edhe Lubinjes, ku fermerët sot janë komoditet plot, prodhimet e tyre i kanë rujt në për depote të veta, edhe sot janë në kushte shumë favorshme me negociu me frutin, edhe çmimi po përmendet. Ndërsa na të obliguar të rrikat produkt për arsye se kanë pasur me rujtën ata. Absolutisht. Prandaj na ose na, po flas prodhuesi të tjerë, fermerë të tjerë nga regioni po dyjeve posaçërisht ose i këtë Kosovës, të cilët nuk e kanë atë komoditet, janë në shtruar presionit me shit prodhimet e veta, atëherë kur nuk i konvenon, kosta e këtyre është shumë e madhe, sepse keni parasysh se një fermer i ka 20-30 hektarë, edhe ai duhet me çu çdo ditë prodhimet e veta, mjetra vile çdo ditë. Edhe nëse nuk dërgohet çat ditën pikën e grumbullimit, dhe nëse vendosen kushte trujtjes, ajo prishet. Prandaj kjo ka kosto të mëdha, ka angazhim të madh, ka kokçarje, ka probleme, edhe kualiteti është i dobët, edhe fitimet në fund janë më të ulta. Prandaj ajo që po themi ne është jashtëzakonisht e dobishme. Nuk e kemi zbuluar as si shoqata, as si fermer, po kjo është këtë botën që merren me mjetra, cili do shtetë ka kështu. Prandaj na duhet me vepru ashtu siç veprojnë të tjerë. Po me shpresën, po. Sidoqoftë, unë po potencoj prapë, dhe thëtë që edhe profesori potencoj, për ne ka qenë një vit i provës. Dhe thëtë se është rritë shumë shpejt, kapacitetet kanë qenë vogla. Po kështu që ju sugjeroj edhe ju garantoj që vitin e ardhshëm nuk do të përsëritet kjo. Na pikërisht si kompani vitin e ardhshëm do ta ndërtojmë një frigorifer i cili do të ketë 2000 tona, do thëtë për llagërinë produkte për 2000 tona. Jemi bisedime edhe do dëgjojmë për krahin, nështë edhe për ministrisë, nështë edhe për USAID, nështë edhe për organizata tjera, sot dhe presu një partner francez i cili është atë na, edhe jemi bisedime me hinë investimet për bashkë edhe me ta. Dhe thotë që shpresojmë që për vitin e ardhshëm do ta kemë edhe tuneli i cili do të ngrihet produkti në kalim. Thotë që mundësia e grumbullimit ditor do të jetë 100 tanë. Pepsime, gabime, është shumë me rëndësi, po me bo mus me mësu, e me orë vitin e ardhshëm prap na me bisedu për këtë probleme. Shpreson që vitin e ardhshëm nuk do të diskutojmë për këto probleme dhe vështërsi që keni hasur gjatë këtij viti si prodhues, si pika grumbulluese dhe natyrisht edhe për krahja e Ministrisë së Bujqësisë shpresojmë që do të jetë më e madhe dhe do të bashkëpunonin në themelimin e planit të ri të vitit 2017-2018, si shkon plani i Ministrisë për subvencione dhe grante ndaj fermerëve të kësaj kulture. Mirë po që është natyrisht edhe një kulturë fitimprurse, këtë e thotë edhe zonja Afërdita Murati, e cila pas lufte u
kthye nga Kroacia ku kishte jetuar kohë të gjatë me familjen e saj dhe me të arriturën e saj në Podujev, në fshatin Llapashtica, ajo vendosi të merret me kultivimin e kësaj kulture, të cilën, siç thot ajo natyrisht, ka qenë për to një punë fitimprurse, sepse ka arritur që me këtë punë t'i shkolloj fëmijët, të ndërtoj shtëpinë dhe natyrisht edhe me një përkrahje të vogël të agjensive të ndryshme ndërkombëtare që operojnë në Kosovë, ka arritur që të marrë hapat e parë si start business dhe të zhvillohet tutje. Shohim reportazhin e përgatitur. Këto 40 ari tokë të mbjella me mjetra janë pronësi e zonjes Afërdita Murati nga fshati Llapashtice poshtme të komunës së Podujevës. Zonja Afërdita këtë biznes e filloi me mjete familjare të kurcyera nga puna e bërë për disa vjet në Kroaci dhe me disa fidane të dhuruara nga komuna e Podujevës. Fillimi i këtij biznesi ishte mundësia vetme që Afërdita së bashku me familjen të mund të fillonin një jetë pothuajse nga fillimi në Kosovë. Unë ka filluar vitin e kaluar, dhe më thonë, kam qenë fillestar vitin e kaluar, po për me ja fillu këtë biznes, unë s'pare kena pas një tradit familjare, që na merë me pemë dhe perime, marë me tregti në Kroaci, atje kena punuar për 12 vite, dhe më thonë që kena pas përvoj pune, po ashtu gjatë sezonës së verës kena punuar në Bregdetin Kroat, me pemë e perime, 3 muaj me radhë, dhe u këthyum Kosovë pas luftës, si çdo familje filluam një jetë, të ime ashtu nga zero. Ju përkushtova s'pare fëmijëve me shkollu, tash kam 3 studentë ekonomista, dhe në rajonin e Llapit filloi kultivimi i mjedrës, duke parë se po i përshtatet klima, një treg i sigurt, një çmim i validshëm, edhe ne menduam që t'ja fillojmë me këtë kulturë. S'pare kemi kontaktuar me një ekspert i bujqësisë, se si po shkojnë punë me këtë kulturë, kemi bërë analizën e tokës, pastaj si shkojnë plerimin, lavrimin, plerimin, gjitha ato pregaditje që është në vjeshtë, dhe më në vitit 2014, që bëmë kanën për anverë të gatshëm. Bëra një aplikacion në komunën e Podujevës, filloj të jo jap fermerëve fidane, dhe bëra një aplikacion pa menduar se do të jem përfituese, si grua. Dhe kështu më duhet emrin dhe përfitova, ke shumë e kënaqur që falenderoj komunën e Podujevës për këtë përkraje, kryesisht zotrin Agim Velion, që po i përkra gratë ndërmarrëse dhe aty mora hapën e parë. Sa marret fidane ju nga komuna në atë kohë? Në pravirë të vitit 2015 mora 3500 fidane, dhe më thonë, për këtë sipërfaqen këtë sa kam 40 ari, parafërsisht. Këto janë 2 vjeçare. Pastaj në vjesht, ke pjesa e dytë, kjo është knina, edhe 1500 fidane. Gjithsej, domethënë 3500 edhe 5000 fidane. Këto janë 1 vjeçare, këto janë 2 vjeçare. Nga kjo sipërfaqe që është tash, 40 ari pres prej 5 ton deri në 7. Tash varet edhe kur të kli. Ton mjetër. E vjelëm një ditë po, një ditë jo, po pasi gjindam në tregun mobil, e vjeli një pjesë e latë që për me shku e frest, i latë 2-3 rana, sa me ndoj se unë më shkon sasi, e latë 2-3 rana e vjelëm, në mëngjes, jo në mbrëmje, se kjo do të me shku e frest, e klasifikume, një ka një, e klasifikujmë, e qisim paketimin edhe dalën direkt. Po ashtu kom fillu edhe në përpunim, të reqeli, po, mjedrës, reqelit edhe kompotit, dhe më hanë shkon klasa e 2 në reqel, në kompot shkon klasa e parë, se ajo është futet ato në tegla qysh është. Zonja Murati në këtë biznes sezonal punon 3 muaj në vjelje, ndërsa në përpunim edhe më gjatë. Ajo çdo herë mendon ta zgjeroj biznesin e saj, jo vetëm me mjedra, por edhe me frutat e tjerë të imët. Aktualisht ka rreth 1 hektar tokë të cilin dëshiron të shfrytëzojnë me punë, por ajo thotë se i nevojiten shumë mjete financiare, të cilat aktualisht nuk i ka për të investuar më shumë. Ky është varieteti Polka. Domethënë që e kemi fillu vjelën prej 26-7 korrikut edhe
po kjo përfundon deri në ngricat e para, deri në fund tetorit, ose në fillim nëntorit. Qenë ka periudhë gjatë. Po, 3 mujore, po. Fillon vjelja, pej fundit korrik, këto janë 2 vjeçare, që ke pjesë është 2 vjeçare. Ato 1 vjeçare fillon vjelja pej 7 gushtit, ashtu 8. Kur kemi filluar vitin e kaluar, ashtu e di që me datë ka qenë 8 gusht kur kemi fillu. Këto kemi fillu me 26-7 korrekt, që dhe me fund tetorit, dhe të ngricat e para, ose në fillim nëntorit, nëse është koha e mirë. Ama kem 3 muj. Sa duhet ty me angazhu punëtor në baza ditore për vjeljen e tyne? Po, Sepse shije që ka kogja... Në baza ditore kemi 5, 6, ka njerë edhe 7, ka njerë angazhuar nëse jam shpele vetë, fëmija. Gjithë familja, gjithë familje, biznes familjar, po përveç punëtorëve ka herë angazhuar edhe vetë. Po pasi që gjendem në tregun mobil, me mjetër të frest, po ashtu edhe me reqel edhe me kompot, që të shkoj ma vëndan atje në pjesën ku e përpunoj, do më thonë që unë me kitë në baza ditore 5-6 gjithëherina. I kom da pjesët, se pasi që gjendem në treg, që shkoj me mjetër të frest, një pjesë e vjeli sot, një pjesë e vjeli nesër. Gjithëri kjo në këta punëtorë. Që me qene frest edhe për nëse nuk punoj, për shembull, shtune dhe dile e vjelëm një ditë po, një ditë ja. Në më nështë sasia e me madhe. Ka kjo sipërfaqe 4 dhjetare, kur e vjelëm një ditë po, një ditë ja i kam 190 kg. 190, 180. Kur e vjelëm kështu në 2 pjesë, 100 tash më varet. Sa, edhe pe kushteve atmosferike, kur po i kem temperaturat e nxehta, është një frut shumë i ndjeshëm. Shqitë se ka ngjyre, ka shi, është krejt, po është edhe i ndjeshëm nga temperaturat e larta, se bëhet kështu, fruti bëhet pak zbardhë në altë. Edhe për konsumator nëse shohin diçka e bardhë. Në altë mendojnë që mos është me ndonjë pesticid. A nuk është, kjo është veç për temperaturave të larta. Po kjo është nevojshme edhe nevojitën rrjetat për me mbulu, sipas standardeve për rrjetat, pa ato është një kostaj shumë e lartë. Për 1 hektar, sa kam dëgju, kam lexu, kushton deri 15.000 euro për me mbulu me rrjeta. Kjo që është biznes fillestar, nuk e kam të moshmon ato për me bë me një herë. Ndoshta viteve të ardhshme. Ndoshta do na ndihmon edhe dikush, ndonjë organizat për me mbulu, se mundet me kanë edhe fatkeqësitë natyrore. Sa është një kulturë fitimprurse, po këtë vit nuk e kemi edhe bashkë një çmim, që keni pasur vitin e kaluar. Ka filluar rëmja e çmimit, nuk e di ku është, ndoshta edhe sasia e madhe e mjedrës. Komunën e Podujevës, po, në komunën e Podujevës, me sa di unë, nuk e di ashtë të saktë, po thojmë ka deri 800 hektar, nuk di. Nuk e di, jam një ekspert, veç sa kam lexuar, ka mbi 800 hektar mjedër. Është sasi e madhe, pikat grumbulluese ndoshta nuk janë përgatitur për gjithë këtë sasi të mjedrës. Po shpresoj se kryetari komunës tonë të bën çmas, të bëhet një nivelizim i çmimit edhe mos të hupe ndjersa e punëtorëve, se kanë filluar këtë kultivim mjedrës që është fitimprurse, kanë menduar që do të përfitojnë kur janë të angazhuar edhe gjithë familja, se është biznes familjar. Sigurisht, nuk është individual. Individual, jo, që është gjenerim edhe vendeve të punës, se mund është edhe me ndihmu dikoj, për shembull, se na në Kosovë është një krizë ekonomike, sa do pak një punëtor 2 është një ndihmëse e madhe. Kështu që është fitimprurse, shpresoj, unë kam menduar dhe mu zgjeru. Kam tokë mjaftueshme që është faktor lehtësues për mua, se kemi tokë me mjedër. Apo me ndonjë frut tjetër? Edhe me mjedër, edhe me ndonjë frut tjetër. Kam idetë e mia që mos zgjerue, po nëse shkon ky lohatje, po, ato janë për aroni jam interesume, për mos zgjeru edhe për mana. Tokë se thash kemi mjaftueshme, domethënë vetëm këto ka mi 5 hektar të familjes, domethënë që është kjo sipërfaqe krejt nga shtëpia, që është edhe lehtësim për mua se kam biznesin në shtëpi. E kam ma lehtë edhe me kontrollu, edhe se çdo biznes ka sfida dhe rreziqet e veta. Domethënë mund me qenë edhe faktori njëri rrezik për me t'i dëmtu. Për frutet e ardhshme që vendoni me mbjell të natyrës tjetër jashtë mjedrës, jeni përgatit edhe për kultivimin e tyre, po mendoj në atë aspektin që jeni përgatit për mjedrën, qoftë me tokë, qoftë me plehin. Po, veç tokën e kam, po,
tokën e kam veç, më ka met 7 hektari, dhe më thonë një 4 pjesë ku e kam poshtë, më ka met e lavruma ashtu. Se nuk më mund më zgjeru se fidanet kënë shumë shtraj. Dhe më për aronishkoj ke një fidan prej 2 euro, gjysë dhe 3. Me i marë 3 vjeqare që të kam me njëherë frot dhe në vitin e parë. Ke një kost e lartë për mua, se për shemë për mjetër, mas me këndimu komuna është për 1 hektar mjetër është prej 10.000 në 12.000 euro. Që është kosto e lartë. Ka është kosto e lartë, nuk i mjetë për punuse, ato i bojnë gjitha me pagesa. As ju nuk i keni mjetë? Jo, nuk i kemi, jo. Gjithë ka me pagesa, po. Kështu që nuk është punë e letë, po kur vullneti madh edhe nësi për kraja e familjes, një vullneti madh për punë, edhe gjithë shka më duke se do të shkoj mirë. Suksesin nuk do të mungon. Sigurisht edhe për të kushtosh edhe punon edhe suksesin e ki. E ki edhe një farë, edhe një farë stresi që po punon diçka, po ki, dhe më nuk jem varë në krejt ashtu për familjes, për bashkër të gjitha ki sa do pak tarnat e tua, jeme e lirë. Ajo vjeljen e këtyre frutave të imta çdo herë angazhon punëtor varësisht nga sasia e frutave që duhet për të vjel. Tregon se deri në 7 ton mjetra pret të nxjerr nga këto 40 ari tokë sa ka punuar. Shtim tash jam në bashkëbisedim edhe me 2 markete tjera, veç sa se kam lidh kontratën, po ashtu edhe një market me bio produkte më ka kërku për e qele kompot edhe ato jam bisedime me tas shpejti edhe ato të gjinde me reqele kompot. Vendin e kam atë ku për punoj, është vendi posaçëm vetëm për punim, duke i falenderuar edhe Komisionit Evropian që më ka ndihmu me një përqindje me bashkëfinancim nga biznesi im, por më mungojnë mjetet. Për punim, po, nuk i kam mjetet, kam aplikuar në Ministrinë e Bujqësisë me një shumë të vogël për një pasterizues, diçka shumë veç ato ma elementare që ka duhet me i pas, se kam sasit mjaftueshme. Prej 5 tonëve në 7 priti, kështu që kam pas një sasit mjaftueshme për përpunim, e jo të shkon në pika ngrumbulluese, që i kem një qmem si vjetë kogja jollë që vitin e kalum ka qenë ma mirë, kështu që kisha përpunue, është një frut që ja vlen, që është e klasës parë, është e certifikume me dokument, duke falenderuar komunës tonë që na i ka marrë këto fidane të ardhur nga Anglia, certifikume, edhe shpresoj se do të zgjerohem. Është vështirë për ty si femën, sepse ju jeni drejtuese e biznesit e keni edhe part angazhuar, por ju si gru, është i vështirë mbajtja një biznesit kësaj natyre? Po nuk është edhe letë, se çdo biznes ka sfida dhe rreziqet e veta, përballemi çdo ditë. Po kur të kish për krahjen e familjes është shumë më lehtë. Duke falenderuar edhe bashkëshortët që e kanë përvojë gjatë atje, për se synimi im kanë qenë edhe qysh me depërtu në treg. Kështu që me njëherë vitin e parë depërtova në treg, duke i falenderuar edhe organizatës Gratë në Biznes që jam antare, se unë si ndërmarrëse fillestare nuk kam pasur informata se ndonjë organizat mund të ndihmoj diçka ose në ndonjë përkraje. Kështu që për mua ka qenë çdo gjë e re. Nuk kam qenë dionik, kështu që e falenderoj shumë, ka një staf të mrekullueshëm, marrim trajnime, marrim informata, janë shumë të kujdesshme për neve, që nga viti i kaluar, peq si mba antare, unë e kam pas edhe një përkraje me bizneset kosovare gjermane, po ashtu kam pas edhe një përkraje nga Arda me Ministrinë e Diasporës, që ka qenë gjithëherë me bashkëfinancim nga biznesi im një përqindje. Këtë vet jam përfituese një projekti nga Komisioni Evropian me Kolegjin Rinvest për renovimin e objektit, edhe kjo me bashkëfinancim nga biznesi im, i falenderoj shumë. Mi po një farë ju letëson edhe ju letëson, sa do pak një investim, një Kjo është e gatshme? Kjo është e klasifikume për treg. Domthon kjo është e klasifikume, çdo frut është i klasifikuar për mjetër të freskët. Në paketime i paketojmë 250 gram, ku të shkojmë më vonë atje, 250 gram, edhe është shitë për shkakun e ka çmimin €1. Kështu
Kështu edhe, Kjo kilogrami ka? Po, kjo është e preferume, për shumë, kjo gojbe është për 2 kg dhe 2 kg e gjysmë. Nuk banë ma shumë, e qitë se kjo është një frukt i ndjeshëm. Kështu që janë kështu bashkë për mjedër. Edhe këtë e qisën më në treg, e kërkojnë edhe kështu të klasifikume me një qmim 4 euro, më honë shkon. 4 euro kilogram? Kilograme e klasifikume e klasës parë. Edhe rritet krejnë në ambient pastër. Nuk im rrej rrugë, është ambienti bashkë, s'ka plohër, kje shijet edhe si pas produkti. Kjo është e gatshme dhe do ta shpërndani sigurisht në paketime. Në paketime edhe pri paketimeve shkoj në treg. A mundi pa mënyrën e paketimit si e bëni pastaj edhe 3 qilit edhe Po ta shkojmë në vendin ku ne përpunoj. E keni vendin e veçantë? Po, vendin e veçantë për përpunim. Ta shkojmë atje dhe shohim që se qysh e paketojmë edhe shkojmë në treg. Këtë punisht Afërdita ka shumë afër shtëpisë që është një lehtësim i madh për të. Nga vjelja dhe klasifikimi i tyre, ajo më njëherë ato siç thot vet, ato të dorës së dytë i vënë në përpunim. Kuzhinën ku i përpunon produktet e mjedrës, po ashtu e ka afër shtëpisë. Ky është viti i dytë që zonja Murati merret me këtë biznes për të cilin thotë se është fitim prures, atësa është edhe i lodhshëm. Sidoqoftë, Afërdita shpreson që do të ketë rezultate edhe në vitet e ardhshme. Kjo është pjesa ku jetë shtëpia ime, ku jetojmë familje, jemi 5 anëtarë. Poshtë kam vendin për përpunim, ku kom do, për mës me pengu edhe familjes, kur përpunojnë nëse nga njerën, ndoshta edhe natën. Nuk kam recel nga shumë kërkon dikush, kam qef me konë sinqertë në biznes që për me dërgun treg, kështu që i falenderona Komisionit Evropian për këtë përkraj me kolegjin Reinvest. Tash vetëm tek mjetet përpunusa ato kam pak problem që nuk i kam të gatshme. Nuk i gjitha? Jo, e përpunojmë një shtëpijake. Në kushtet shtëpisë, me kapacitet ma të vogël? Ma të vogël, po nuk të ndalën që të më honë si kam në këtë mjetë edhe për më ndalë kështu që edhe përpunoj që të ditë pak, që për mësë me pas pengesa për treg. Po, se që ka planifikimi, ka qenë shumë i mirë, biznesin në shtëpi, biznes familjar, të angazhum këtë familja, po ashtë edhe një rreth ma i gjerë, kështu që gjithçka është këto punohet, paketohet edhe nisëm për treg. Këto është vende ku përpunoj, reqelin e kompotin, po ashtu edhe ku i bëj klasifikimin e mjedrës këto në paketime, këtu jenë të gatshme, po kjo është këtu e keni klasifikue në platacionat jetë mjedrës, kjo është paketimi, që është i posaçëm për mjedër, të frest, që e selektojmë, e qisim kështu, e mbushim, një nga një, kjo është veç e klasifiku me mjedra qysh atje. Veç i mbushim? Veç i mbushim, po për shpërndarje. Edhe i etiketoni? Po, e mbyllëm, s'pe mbushim plot, e mbyllëm, etiketojmë kështu, e ngjesim këtë etiketim, dhe kjo është e gatshme për treg. Kjo tamam, edhe aktualisht ka vrimat, po, ka vrimat e posaçme se duhet këtë ajrosje mjedra se është shumë e ndihshme, nuk bën me kam paketimi mbyllën. Kjo është bashkë për mjedër të frest. Pesha e saj është 250 gram. 250. Po nuk bën edhe shumë me mbyll ashtu që përse kjo është shumë e ndihshme, tani veç nuk mundesh me shiju ashtu si që është mjedra bashkë e frest. Edhe kjo është 250 gram, edhe është 1 euro. Kjo, po, 1 euro e frest. E klasifikume. Ky është reqeli, po, i kom përpunue për treg, ky është reqeli gjemi i mjedrës. Nuk ka konservant, veç pak sheqer edhe limon. As një lloj konservansi. Kjo është krejt mënyrë natyrale e zime. Kjo është me madhe? Kjo është me 720 gramve, varësisht për kërkesa, po ma shumë shkoj me këtë paketimin ma të vogël, familje tash janë pak ma të vogla, kështu që kur të hap, për ma shpejt, që për mos më prisha, diçka kjo kur të hap, dhe një muj e gjysë ban se, në më konservans nuk ka,
e le në frigorifer. Ky është kompoti mjedrës. Kompoti, po. Mjedër. Langu edhe mjedra. Edhe ky as nuk ka konservansë, vinogran, krejt. Sa për këto lloje që ju bëjnë personali? Po, ka filluar kërkesa. Vitin e kaluar nuk ka qenë edhe shumë njoftëm me këtë produkt, si me mjedër fres, si me reqel, si me kompot. Po, si vjet ka filluar, po ashtu edhe përpunoj edhe reqelin e mjedrës pa sheqer që është shumë i shëndetshëm, djegin dyrën dhe sheqerin në gjak. Do kam pas edhe komente shumë të edhe nga qytetarë që kanë marrë se kanë pas rezultate shumë të mira. Ato e përpunoj vetëm me porosi. Se kur të hapsh do të mbrana 3-4 dite me përdor, që preferohet 100 gram ditje, dëmane e merë e mëngjes, dëmane pastrën i ndyrën edhe sheqerin në gjak. Është shumë i shëndetshëm. Po ashtu edhe këto edhe reqeli, edhe kompoti, këto krejt përpunohen në mënyrë natyrale. Si që shifet edhe mitra është bio, krejt nga një ambient shumë i pastër. Këtu e bëj përpunimin. Jo, aktualisht edhe jeni duke përpunu sasi më të vogla. Po, sasi më të vogla, krejt në mënyrë shtëpiake. Ky është gjemi i mjedrës, vetëm pak sheqer, edhe në fund peqit në tegla ja qes pak limon të frest. Jo, me shku me limontoza të përpunum, do me hanë krejt shkot në mënyrë të frest, krejt në mënyrë naturale. Do me hanë e marë një limon, Përgjithsisht jeni duke përgatitur? Këto i kom përgatit vetëm 3 kg, nga 3 kg do t'i mbushi 6 teglën, ka 320 Teglat i kam sterilizu në furrë, se që tash më parë nuk kam ende mjetet. E të krish për këtë isha pys? Këtu i sterilizoj, po, një shtëpiake, po. Këtu i kam sterilizu me teglat në 100 gradë Celsius. E marë, e mbushi. Pastaj e pasterizojmë në 100 gradë Celsius në furrë. Janë qese me etiketime dhe kjo është i gatshëm për treg. Qëndrueshmëria e tij mund të ketë edhe 1 vjet. Është i pasterizum, i sterilizum, pastaj e mbushëm, e pasterizojmë, e etiketojmë dhe kjo del treg. Deri 1 vjet Po, është e sigurt? E sigurt, po. Domthon kjo krejt është mënyrë natyrale. Shikues të nderuar, kështu pam bashkë reportazhin e përgatitur me zonjën Afërdita Murati, e cila merret me kultivimin e mjedrës që 2 vjet. Faleminderit edhe ju mysafirë të nderuar që ishit në studio sonte. Ju uroj punë të mbarë dhe shumë suksese. Faleminderit edhe ju shikues të nderuar që u shoqëruat me ne. Mos harroni emisionin Startup, mund ta shihni edhe në faqen zyrtare të televizionit 21 në YouTube, ndërsa natyrisht do ta sillim për ju edhe në rrjetin social në Facebook, në faqen zyrtare të televizionit Startup RTV 21. Bashkë takohemi javën e ardhshme, natën e mirë.